Koalicioni djathtë të zhvillimi drejtuar nga Dashamir Shehi e Nkeleta Alibeaj prezantoi sot kandidatët për zgjedhjet e 11 majit. Dashamir Shehi e Alibeaj garojnë në listë hapur, ndërkohë që pjesa e mbyllur e listës është plotësuar me emra jo politik, të cilët pritet t'i japin dorëheqje në rast se koalicioni fiton në 11 maj, për t'i krijuar kështu mundësinë atij që ka marrë më shumë vota të hyjë në parlament. Përtej mbështetjes për listat e hapura, i pari tjetër dallues i aleancës Shehi Alibeaj është mbështetja ndaj reformës në drejtësi dhe SPAK-ut. Drejtësia e re përmes SPAK, BKH, GKK, ka dhënë rezultate inkurajuese në luftën kundër krimit organizuar dhe korrupsionit qeveritar. Ka krijuar vetëdijsim tek forca e ligjit. Ka rritur besimin e publikut. Ka thyer tabu politike 35 vjeçare. Në kampin opozitar në 11 maj do të garojnë 3 koalicione disa parti politike, një situatë kjo që sipas Dashamir Shehit tregon dështimin e parë të opozitës në këtë betejë elektorale. Kemi bërë deri në fund të gjithë tentativat për t'i puq grupet që mendojnë si ne. Fatkeqësisht nuk jam rritëm. Edhe kjo në një farë mënyrë është dështimi jonë, i neve që jemi këtu, rreshpar dhe e marrim ne këtë përgjegjësi. Do ishte një ditë shumë e bukur për Shqipërinë, për shqiptarët, për opozitën shqiptare, sigurt ishim gjithë bashkë. Në kampin opozitar përballë Partisë Socialiste dhe Edi Ramës garojnë alianca madhështore drejtuar nga Partia Demokratike Sali Berisha, koalicioni Nisma Shqipëria Bëhet e drejtuar nga Lapa e Endri Shabani, koalicioni Shehi Alibeaj, si dhe Partia Lulzim Bashës dhe ajo e drejtuar nga Agron Shehaj.